Chelsea po përgatitet të bëjë lëvizje të mëdha në organikin e lojtarëve, por edhe në stafin teknik të skuadrës në kuadër të sezonit të ardhshëm futbollistik. Dështimi i deri tanishëm në këtë sezon mbi gjitha në kampionatin anglez, ku skuadra ndodhet në vendin e 5 dhe me pikpyetjen e madhe nëse do të marrë pjesë sezonin e ardhshëm në Champions League apo jo, nuk janë përtypur mirë nga presidenti Roman Abramovich, i cili nuk do të kursehet edhe në merkaton e verës me qëllimin e vetëm blerjen e lojtarëve cilësor, të cilët do të mund të sjellin sërish rezultate pozitive në skuadër. Mediat angleze bojnë me dije se bosi rus i bluve të Londrës ka vendosur të investojë në merkaton e verës një shumë të përafërt me 90 milion sterlina, që do të thotë 108 milion euro për të përforcuar skuadrën në sezonin e ardhshëm. 4 janë objektivat kryesorë tek cilët do të fokusohet merkato i skuadrës londineze gjatë verës. Bëhet fjalë për sulmuesin e Portos, brazilianin Hulk, sulmuesin e Atletico Madrid edhe ky ish lojtari i Portos, kolumbiani Falcao, si dhe 2 lojtarët e Newcastle, mesfushori Tiote dhe portieri Tim Krul. Për të 4 këta lojtarë do të synohet të shpenzohet shifra prej 90 milion sterlinash, ndërsa disa milion euro të tjera, të cilat do të argëtohen nga largimet e të paktën 3 ose 4 lojtarëve, do të shpenzohen për blerjen e 1 ose 2 futbollistëve të tjerë. Largimi më i madh i merkatos së verës mund të jetë kapiteni Frank Lampard, i cili e shet ardhmen e tij të lidhur me SBA ose Kinën, ku ofertat financiare janë shumë të larta. Ndërsa sa i takon stafi teknik, duhet thënë që trajneri që i pëlqen më shumë presidentit Roman Abramovich është tekniku aktual i Barcelonës, Pep Guardiola, për cilin Abramovich është gati të ofrojë një kontratë për 10 milion eurosh në vit.